Instituti i Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora ka organizuar promovimin e veprave Gens Leka dhe Wilson Bloshmi. Promovimi këtyre veprave letrare është zhvilluar këtë të martë në Muzeun Kosova, nën kujdesin e deputetit të Vlorës zotit Bujar Leskaj. Njëkohësisht drejtues politik i qarkut Vlorë për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, në fjalën e tij shpjegon rëndësinë që kanë patur dy poetët martir në zhvillimin e letërsisë shqipe, pavarësisht agresivitetit të diktaturës në çdo mënyrë dhe në çdo formë kundrejt tyre, veprat dhe kontributi i dy poetëve sipas Leskajt nuk është zbehur as pak, duke u trashëguar brez pas brezi. Një shtys kjo për realizimin e këtyre veprave letrare. Leskaj thos se krijimi, promovimi dhe realizimi të tilla veprave letrare është tepër i rëndësishëm për letërsinë, por edhe për historinë e shkruar. Wilson Bloshmi dhe Gens Leka ishin martirët e parë të zhvillimit të një letërsie moderne. Besoj se në asnjë vend tjetër nuk ka kaq shumë shkrimtar të martirizuar sa pati gjatë sundimit të diktaturës në Shqipëri. Tashmë që vepra e plotë e tyre ka parë dritën e botimit, duke i lexuar me vëmendje të madhe ato, jemi të bindur se metafora dhe alegoria politike në poezitë e tyre dëshmonte një fuqi të madhe paraprise për formimin dhe bot perceptimin iluminist të letërsisë dhe arteve në vendin tonë. Duke zhdukur fizikisht shkrimtarët dhe poetët, duke i burgosur dhe duke u djegur librat, diktatura zhdukte çdo shenjë identiteti dhe individualiteti, që s'duhet ta kishte njeriu i ri, e cila mund të shërbente si ulitse me civilizimin dhe qytetrimin europian, të cilit populli ynë në shekuj i është dedikuar me gjakun, sakrifica, dijet dhe gjykimet e idealistëve, atletarëve ose intelektualëve të shuar, por edhe me vetë rilindjen tonë kombëtare. Në panteonin e tyre të lavdishëm meritojnë të ngjiten edhe poetët Eli Brazhmi, Bloshmi dhe Leka. Xhelozia dhe ankthi i diktaturës për inteligjencën e tyre ishte paranojake. Ata ishin dy intelektual të rinj, që po ecnin në jetë me kurajën për studime akademike dhe kulturore. Edhe pse jetonin në provincë, kultura e tyre, bibliotekat, interesi për gjuhën tregonte një nivel të lartë aristokratik. Ishin djem të rinje të bukur, shtatlart, fisnik, të mençur, të edukuar punëtor, simbol frymëzues i një rinie shqiptare gjithë shpresa dhe ëndra për një botë të re. Duke lexuar dhe vlerësuar të tilla vepra, kësaj radhe në rolin e studiuesit, Gëzim Zilja thos se atë i mashtë të diktaturës që ka qenë ato vite, shumë qytetarë po përballen edhe sot. Kjo lloj diktature sipas Ziles, që ka ardhur deri në kohët moderne, duhet të luftohet dhe janë qytetarët ata të cilët nuk duhet të eshtin. Unë mendoj se shoqëria shqiptare është në koma sot, është e sëmur, është në një gjendje të mjerueshme, duke përfshirë nga bujku që punon tokën, deri tek ata që mbajnë veten për njerëz të ditur, që shkruajnë, që shkojnë në parlament, që mbajnë fjalime. Unë them kështu që ne, si shoqëri, konstatojmë të keqen. Ne themi diktatura vrau. Wilsonin dhe Gens Leken e vranë. I vranë ëndrat për 5 ose 10 poezi që shikonin diçka më tutje nga sa shikonte shoqëria në kohën e diktaturës. Por ne, e meta thelbësore e shoqërisë shqiptare, unë mendoj, pasi bëjmë nga këto përvjetoret, flasim për ta, ne e konstatojmë, po e përsëris gjithmonë të keqen, por ne nuk e luftojmë atë. Ç'bëjmë? E konstatojmë, e kritikojmë dhe pastaj ambathim, ikim diku jashtë shtetit. Për kandidaten për deputete në listën e hapur të koalicionit për Shqipëri Madhështore, njëkohësisht pedagogen e Universitetit të Vlorës, Alta Lucia Azizi, për te i fushatës elektorale, rëndësi të madhe ka për kujtimi veprave të atyre personave që dhanë jetën që ne të gëzojmë këtë liri sot. Haluci ka një falenderim edhe për drejtuesin politik Bujar Leskaj për vëmendjen e dedikuar në çdo kohë kundrejt këtyre veprimtarive letrare, kulturore dhe historike. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu përpara jush, edhe pse në momentin e parë tham ne jemi në një moment zgjedhjesh dhe ne harrojmë ku kemi kaluar për të ardhur deri këtu. Ne harrojmë që për të pasur këtë pak liri që na ka ngelur dhe që ne e shikojmë shumë të kushtëzuar
është dashur jeta jo vetëm e këtyre dy të rinjve, po e pa fund të rinjve që kanë qenë me shumë iniciativë, me shumë kurajo. Ata kanë qenë figura poliedrike dhe e kanë adhuruar këtë lirikun e ndodhemi. Faleminderit dhe njerëzit e Leskaj që vendose ta bëje këtë në kulmin e fushatës politike për të thënë që ka më shumë se fitoria në zgjedhje. Është fitoria e njeriut, është fitoria atyre që ne duhet të jemi dhe të shprehim që jemi.